shkoi 3.000 dhe një ngjarje tjetër vi 3.000. Se e ka marrë, se ku e ka çuar, se dim. Si sillej më parë me ata? Ka qenë njëri dhunshëm? Ti që unë bëri dhunshëm, ka qenë ai që e ka marrë atë e donte për nuse, se di. Ata kanë bashkëtuar për disa kohë apo jo? Po. Sa kohë? Për sa vite? Digjem se sa vite ishin, por Kishin kohë të ndarë? Kishin, po, kishin të ndarë. Atëherë Nertili e ka dhunuar edhe herë të tjera vajzën dhe për këtë punë ka shkuar në polici. Po. Edhe në Tiranë kishte dalë me pistolet atje. Vajza ka qenë studente? Po, studente, për firmiere. Cili ishte? Nuk ka dënuar asnjëherë për këtë vepra? Ndajti ca kohë në burg. Pastaj arrest shtëpie. Ai arrest shtëpie dilte gjithnjë. Ata janë këtu në një lagje? Jo, është çik më lart. Pra banorët e fshatit, po ndërmjet familjeve, kush ka qenë raporti? Shkonin apo kishin ndonjë kështu si familje me njëri tjetrin? Pra pse nuk e pranoi familja lidhjen e tyre, se kështu po thuhet? Se di. Nuk e di. Ju çfarë keni bëni me familjen? Unë e kam punat. Vajza, ti je friksuar? Po. Gjithnjë me kërcënime ka qenë. Gjithnjë. Sa është herë e parë që ka qenë. Po me kërcënime ka qenë. Gjithnjë. Atëherë me raku më i madh për ju tani është vajza e cila ndodhet ende në dorët e tij. Po. Keni një thirrje për policinë, për shtetin? Sa më shpejt ta kapim. Familjarët Që na silli vajzën. Familjarët kanë folur me vajzën, e ka marrë në telefon tani që e mori ai? Kush ta marri? Kush është ai familja? Ta marrin ata dy? Një afërmi i saj, një gjatë tezë hall. E prisnin këtë veprim ekstrem të tij? Jo. Se thonë që ka patur urdhër mbrojtjen përpara apo. Po urdhër mbrojtje kishte, po jo të bëhesh deri në këtë pikë që të vriste familjarët.